Ky kalim ilegal për këmbësorët afër Bitpazarit vazhdon të funksionojë. Ndonsa aty nuk ka viza të bardha, qytetarët qarkullojnë nga njëra anë në tjetrën. Ura që qëndron mbi rrugë mbetet e papërdorur dhe është mbyllur plotësisht. Për shkak mospasjes së semaforit, aty vazhdimisht kemi trafik të dendur. Të urës së Bitpazarit, pra edhe pse në rrugë nuk ka vizbardha dhe semafor, qytetarët përsëri vazhdojnë të kalojnë duke rrezikuar jetën e tyre. Qytetarët thonë se aty duhet të vendoset semafore dhe të ketë viza të bardha. Vizbardha duhet me konë, po edhe semaforat me konë, këshire këto kallaballëk i manë, semaforat dikush nuk i respekton të shkilën semafor. Po vëllaj, që shka gutët edhe hec, aty të shkijet. Po, policia më mirë me polici me pas kujdes këto, aty qëtër është. Kur vinë policia s'guzur me ka përsi, as se popli pas kerët. A gjën Gjenef më kanë denue me trotinet, 60 franga, pse s'ku më vëzit e biciklave, rruga biciklave, edhe unë i thash faliminer. Pse? Po lipet me respektu e ligjet. Lipet me pas semafor edhe vijat bardha. Ama ne ejna një popull që e shef ura është ati, lipet me kalue për mi urë. A kupton? Që mes me rizikue jetën qytetari. Po qytetar nuk përdorët, shteti sidomos lipet me vnu semafor këto. Për me kalue plaki. Ako već je otvoren prelaz, bi trebalo da ima ili semafori ili obeležena zebra. Znači ovdje kad nemate ni zebra obeležena, mnogo narod ovdje pominува. Se случуваат много лоши работи. Меѓутоа, мала непажња доведува до катастрофални работи. Сведоци сме, секојдневно се случува тоа. Меѓутоа, пак ќе речам, макар зебра, обележен пешачки премин, овака и да се случи нешто, нема законска основа. Да некој се одбрани или да се нападне некој, без обзира, не наоѓаме кривец правец. Збориме за реала. Edhe kryetari i komunës së Çajirit Izzet Mexhiti zgjidhjen e sheh me semafor, ndërsa thotë se ura do të prishet. Zgjidhja e cila është përfundimtare është prishja e urës, që fatmirësisht komuna e Çajirit nuk ka dhënë asnjë denar për ndërtimin e urës, sepse ka bërë me këmbim me ato hapësirën e reklamave. Do prishet ura. Ka kryer kontrata me Akcent Media ndërmarrjen, më thonë nuk ka asnjë obligim Çajiri, mendoj që zgjidhja më e mirë është prishja e urës dhe vendkalimit jetë zyrtar me semafor. Pyetëm edhe në qytetin e Shkupit, nga ku po presin përgjigje se kur do të merren masa për këtë problematik të bulevardit Kërste Petkov Misirkov.